Tani domet janë dome. Domet janë dome, po do të gjendim edhe njerëzit këtu, edhe gjitha, edhe me shtetin do t'i kërkojmë patjetër të vitë marrin masat. Pasi ka apeluar për 4 ditë me radhë kryeministrit për të mobilizuar shtabin e emergjencave, kryetari i opozitës ka veshur çizme dhe ka parë nga afër situatën teje të rënduar nga përmbytjet në jug të vendit. Ai është ndalur në zonat më problematike në Fier dhe Vlorë, ku ka përsëritur thirrje ndaj qeverisë që të mobilizojë të gjitha resurset shtetërore për përballimin e situatës. Shefi i opozitës është njohur nga afër me dëmet e shkaktuara në Darzez, në komunën Ndërmenës së Fierit. Asnjë hiç normal fare. Zotin nuk kemi asoj, asgjë. Që të flas jesh primjerët e aty. Ja do në ujtë atje. Nuk ka ardhur shtetit në pjesë absolutisht. Banorët thonë që askush nuk është interesuar deri më sot, ku pas njoftimit se unë do të vija këtu për të parë situatën, kam pritur 10 minuta përpara një zjarr fikse. Gjendja shumë e rëndë. Prioriteti numër 1 i çdo kujt sot duhet jetë jeta e njerëzve. Prona atyre dhe normalizimi sa më shpejt i furnizimit me ujë, me ushqime dhe me çdo mas që mos t'u ngordh baktia që është edhe mjeti kryesor dhe i vetëm jetës tyre. Ndaj, spari i bëj thirrje autoriteteve të zhvendosen me shpejtësi aty ku ka ndodhur katastrofa, nuk bën fajde të bësh thirrje vetëm nga ekranet. Resurset e shtetit duhet të jenë në dispozicion të qytetarëve të përmbytur kudo ku kjo ka ndodhur. Por ndërsa shefi i opozitës ndodhej në zonat e përmbytura, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur sërish Facebookun për ta ironizuar. Përshëndetje për çdo ndihmë simbolike që PD-ja po jep para kamerave dhe ne veri për vazhdimin e avazit vulgar të propagandës boshe antiqeveri. Çdo strukturë përgjegjëse e shtetit është pranë njerëzve në nevojë për ndihmë dhe qeveria s'është më trupa e cirkut të vjetër me përmbytjet.